Ari arriti një nivel rekord të martën duke qenë shumë pranë tejkalimit të nivelit kyç prej $4,500 për oncë, ndërsa investitorët u dyndën drejt metalit të sigurt mes tensioneve SHBA-Venezuel. Gjithashtu edhe argjenti u rrit në një nivel rekord. Çmimi i arit në vend u rrit me 0.7% në $4,476 për oncë. Kontratat e ardhshme të arit në SHBA për lërzim në shkurt u rritën me 0.9% në $4,509. Tregtarët parashikojnë që Rezerva Federale do të ulë normat e interesit 2 herë në vitin 2026 pas publikimit të javës së kaluar të një sër të dhënash ekonomike të SHBA-s. Ndërkohë presidenti i SHBA-s Donald Trump ka mbështetur vazhdimisht politika monetare më akomoduese. Tensionet e vazhdueshme gjeopolitike në javët e fundit kanë rritur gjithashtu apelin e arit dhe argjentit si stre të sigurt. Bloomberg parashikoi të hënën se si ari ashtu dhe argjenti janë gati për fitimet e tyre më të forta vjetore që nga viti 1979. Për shkak të blerjeve të bankave qendrore dhe hyrjeve në fondet e tregtuara në bursë ETF, çmimet e arit janë rritur me rreth 2/3 këtë vit. ETF-t e mbështetura nga ari kanë regjistruar 5 javë radhëzi me rritje të flukseve hyrëse. Të dhënat e Këshillit Botëror të arit tregojnë se përveç muajit maj, zotërimet totale të këtyre fondeve janë rritur nga muaj në muaj këtë vit. Për te bankave qendrore, investitorët kanë luajtur gjithashtu një rol të rëndësishëm në rritjen e çmimit të arit. Të nxitur nga shitësimet mbi vlerën e obligacioneve sovrane dhe monedat e tyre të emërtimit, investitorët kanë ikur nga këto asete. Wall Street Journal raportoi në tetor se investitorët që ishin të shqetësuar për perspektivën e monedhave, si dollari amerikan, po blinin në mënyrë agresive asete alternative si ari. Goldman Sachs publikoi një raport kërkimor më 18 dhjetor, duke parashikuar se çmimet e arit do të rriten në $4,900 për oncë deri në fund të vitit 2026.